A e dinje që të gjitha bllokimet që keni jetën tënde janë sepse në trupin tënd, në ndërgjegjen tënde, ke trauma që nuk i ke parë. A e di çfarë është një traumë? Dhe nga trashëgohet. Në qoftë se do të mësosh këto dhe shumë gjëra të tjera përreth traumës, të ftoj ditën e mërkurë, data 30 ndërmjet platformës Zoom në diagnosin dhurat falas në orën 20 me orën e Shqipërisë. Kërko link. Dhe këtu duhet të them, a e dinje që trauma jote nuk është e jotja dhe s'ka filluar nga ty, për edhe 14 vrezave për para teje. A e dinje që ti traumën tënde e ke kaluar pa dashje tek fëmijët e tu, e fëmijët tënd po e çojnë më poshtë. Dhe këtu dua të them, do që këtu të shkëputet të gjithë ky zinxhir i traumave, i frikrave, edhe kësaj jetës që ne po jetojmë dhe nuk po shijojmë, por vetëm po mbijetojmë. Unë po të them që çfarëdo që ke në këto momente bllokime, edhe ti që ke probleme shëndetin, eja ditën e mërkurë në datën 30 prill që të shikojmë kush është shkaku kryesor dhe më mbas të shikojmë lirimin e tyre. A e dinje gjithashtu që trauma, kur nuk mund të marrësh ti përgjegjësinë e saj, ajo ngelet dhe shkon më poshtë. Dhe shumë herë, ju nenat ose baballarët, por më shumë ne nenat, duke mos marrë përgjegjësinë e traumës sepse ka dhimbje shumë të madhe, e transmetojmë pa dashje tek fëmijët tanë dhe tek kush fëmijë, ata fëmijë që janë më të ndjeshëm dhe kanë më tepër dashuri, e bëjnë për nenën dhe babain e tyre. Ju thonë më mirë unë se sa ju. Por në këtë mënyrë mbyllin jetën e tyre. Ndaj, në qoftë se je prind dhe ke probleme fëmijë në çdo moshë që është, unë të ftoj të vish dhe të mërkurën bashkë me fëmijën tënd, që nga mosha 7 dhe deri në çfarë moshe të jetë. Sepse asnjëherë nuk ndalon të jetë fëmijë. Dhe në qoftë se të e ke akoma nënën tënde dhe çfarë do moshe që të kesh, mund të vish dhe me nënën tënde. Dhe në një video më mbas do bëj disa pyetje që mund t'ja bëni prindërve tuaj, së mos nënës tuaj që të mësoni si ju shikon ajo dhe si ju e shikoni atë. Sepse nëna është prindi kryesor që ne na jep jetë ose na ndalon jeta dhe na bllokohet. Për gjithçka ka zgjidhje. Unë jam Erita Cake, terapiste energjike, mësuese trajnere e zhvillimit personal dhe shkrimtare në librat e zhvillimit personal dhe jam këtu për të treguar ndërmjet përvojës time dhe metodave të ndryshme që ka zgjidhje. Në qoftë se do më tepër informacione për mua, mund të hysh në faqen time të internetit, do ta kesh të shkruar këtu te kjo video dhe në YouTube. Shpërndajni videot me njerëz të tjerë se çfarë do që shpërndahet është më mirë dhe çfarë do e mire që ju bëni, ju kthehet 1000 fish tek ju. Ndaj që të kem dhe u kurajo të bëj më tepër video, të bëj dhe më tepër gjëra falas, më mbështetni, ju lutem. Dhe jo vetëm për vete, të gjithë së bashku mund të bëjmë diçka të bukur. Të gjithë së bashku mund të ndryshojmë traumat e kolektivit edhe programet se erdhi koha të jetojmë, jo më të mbijetojmë. Ju mirëpres ditën e mërkurë në orën 20 me orën e Shqipërisë, ndërmjet platformës Zoom në trajnimin për diagnozën e problemeve tuaja dhe për lirimin e tyre. Dhe në një video tjetër do të dëgjoni që po bëj një trajnim tjetër para se të vi në Shqipëri, ndërmjet platformës Zoom për të gjithë ata që janë të interesuar të punojnë në thellësi. Ju falenderoj. Si gjithmonë, për të marrë link, telefonin tim do ta gjeni 00 699 321 46 37. Do ta gjeni të shkruar këtu dhe në YouTube. Ju falenderoj, kërkoni link sa më shpejt.